Fero ka nisur një kapitull të ri në jetën personale, pasi është bërë baba për herë të dytë, larg vëmendjes së publikut. Pas ndarjes nga ish-bashkëshortja Arbenita Ismaili, me të cilën ka vajzën Nina, Fero prej kohësh është në një lidhje me Nitën, një vajzë jo publike. Së fundmi, mungesa e postimeve të përbashkëta dhe largimi i tyre nga rrjetet sociale kishte ngritur dyshime për një ndarje të mundshme mes çiftit. Megjithatë, sipas burimeve të afërta, e vërteta rezulton krejt ndryshe, Fero dhe Nita janë bërë prindër. Deri tani, vetë artisti nuk ka bërë asnjë reagim publik për këtë lajm të rëndësishëm nga jeta e tij private. Ndërkohë, krahas ndryshimeve në jetën familjare, Fero ka vendosur të flasë edhe për rikthimin e tij në muzikë. Përmes një postimi në Insta Story, ai tregoi se gjatë vitit të fundit është përballur me shumë vështirësi, përfshirë lodhjen, turne të shumta, mungesën e kujdesit ndaj vetes dhe çështje ligjore. Muzika është pasioni im dhe, pavarësisht gjithçkaje, kam vazhduar të shkruaj çdo ditë, është shprehur ai. Për të shpërblyer fansat për pritjen, Fero ka zbuluar se do të publikojë një këngë të re çdo 2 javë, duke paralajmëruar se ka shumë projekte të tjera në plan për këtë vit. Me një fëmijë të ri në jetë dhe me shumë muzikë të re në përgatitje, duket se ky vit do të jetë një nga më të rëndësishmit për reperin.